një tërheqje me 3 gishtat. Shënjestrojmë. Çfarë e bën kaq të veçantë këtë sport? Sporti i harkut është një sport i veçantë krahasim me sportet e tjera, se faktikisht është një sport që është edhe i ri në vendin tonë dhe shumë njerëz nuk e dinë se çfarë të mira sjell ky sport i harkut. Sporti i harkut sjell tek fëmijët përqendrimin, disiplinën, gjithashtu është një sport që sjell saktësinë. Është një sport që të do përqendrim dhe do saktësi, se ne duam të arrijmë 10-ën. Nëse ne arrijmë të marrim 10-ën, që të kërkon shumë punë për të arritur atë, edhe fëmijët dhe të rriturit fokusohen tek objektivi vetë që kanë në jetë, të marrin, të arrijnë qëllimin që kanë. Qëllimi jonë i sportit tonë është 10-a, dalin sa më mirë, edhe këto transmetohen edhe tek të rit që të jenë sa më të fokusuar, të përqendruar tek jeta. Gjithashtu ky sport të ndihmon për të arritur më shumë objektive që ne duam në jetë.